Në Zyri u hodh shorti për fazën e play-offit për të shkuar në Kupën e Botës 2026. Kombëtarja shqiptare dhe Kosova mësuan kundërshtarët e tyre në këtë fazë. Shqipëria do të përballet në transfert me Poloninë e Robert Lewandowskit, një kundërshtar që në të kaluarën kuqezint kanë arritur edhe të fitojnë. Ndërkohë dardanët po shkuan në Slovakinë, një ekip me të cilin nuk janë përballur kurrë më parë. Duelet e para të tyre do të luhen në transfert më 26 mars. Ndërkohë, nëse kuqezin do të arrijnë të kalojnë polakët, do të mund të përballen në finale me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Finalet do të luhen më 31 mars dhe ashtu si përballjen e parë, edhe duelin e dytë do ta luajnë në transfert. Ndërkohë, Kosova nëse arrin të kalojë me sukses Slovakinë, do të duhet të përballet në finale me fituesin e çiftit Turqi-Rumani. Duelin finales, dardanët do ta luajnë në shtëpi.